Anijet e flotiljes humanitare Sumud të drejtuara për në Gaza janë ndaluar në ujërat ndërkombëtare nga ushtria izraelite. Në njërin prej tyre udhëtonte edhe shqiptari Baki Goxha, i cili rezulton të jetë mes aktivistëve që ranë në duart e ushtarëve të IDF-s. Bashkëshortja e tij Riselda Balliu në një intervistë me gazetarin e Blu Televizion Armand Xhelili ka treguar se prej orës 10 të ditës së hënë nuk ka kontaktuar më me Bakiun. Ajo thotë se ka komunikuar dhe me ambasadën shqiptare në Izrael, si dhe me ministrin e jashtme në vend, por askush nuk e ka vënë në dieni për vendodhjen e bashkëshortit të saj. Ju jeni bashkëshortja e Baki Goxhaj, i cili është ndaluar sot? Po, Armand, faleminderit edhe juve për mundësinë edhe për vëmendjen mediatike që i jepni, po është ndaluar sot rreth orës 10 të mëngjesit kemi shkëputur kontaktet, pak më para ishim duke shkruar dhe nuk kemi asnjë informacion lidhur me vendodhjen e tij që nga momenti i shkëputjes. Çfarë ndodhi? Ku po shkonte bashkëshorti juaj? Po, Bakiu kishte ndoshta prej rreth 3 javësh që ishte bërë pjesë e misionit të flotiljes ndërkombëtare Global Sumud Flotilja, ku ndodheshin antar nga rreth 50 shtete të ndryshme dhe nga Shqipëria ishte Bakiu për herë të parë nga Shqipëria e Shqipërisë. Procesi ka nisur që në muajin mars, ku kishte disa kritere selektimi dhe nevoja për të qenë pjesë e kësaj ishte për shkak të atyre që kemi parë aq rënd në gati 2 vite e gjysmë genocid. Ne kemi folur, jemi përpjekur të lëvizim si në qytet, si në Tiranë, por njeriu ka nevojë të bëjë edhe më shumë se sa fjala dhe kjo ishte ajo që ishte e mundur që ne të bënim. Bashkëshorti juaj së bashku me ju predikoni në xhami, më tregoni pak për. Ne nuk predikojmë, jemi besimtar musliman, po jemi besimtar musliman në këtë xhami ku shihni dhe në tjetrën gjithashtu. Dhe jemi shumë të gëzuar, si të thuash, që ka ende njerëzillëk mes nesh që nuk është e nevojshme të jesh besimtar musliman apo i krishter apo edhe besimtar fare që të ndjesh dhimbjen e fëmijëve që kapin trupin e prindërve të tyre të humbur apo të prindërve që shtrëngojnë fëmijët në gjë të gjakosur. Freedom Flotilla apo flotat detare për të thyer rrethimin e palishëm në Gaza ka nisur, në mos gabojmë, që nga viti 2008 duhet të qenë flotilja e parë dhe ka shkelur për herë të parë një flotilje që ka thyer këtë rrethim dhe ajo dha shpresë që edhe mund të vijonin me sukses në vazhdimsi. Baki ishte bërë pjesë, kishte shprehur interesin dhe ishte bërë pjesë e delegacionit të Freedom Flotilla në Itali, nga edhe si thua ishte një pjesë e rëndësishme e aktivistëve dhe nisjen realisht e ka bërë nga Kreta në Greqi dhe anija është nisur nga Greqia. Flota, edhe për arsye dhe të ruajtjes së misionit, duhet të ketë rreth 2 javë që është nisur nga Kreta, pastaj janë detyruar të bëjnë një ndalesë në Marmaris në Turqi, edhe për të parë mundësinë e mbështetjes diplomatike ose të shoqëroheshin nga një anije mbrojtëse. Dhe kanë vijuar, ne kemi pasur komunikim, unë në fakt e kam komunikuar për ditë, edhe duke se këto ishin ditët që ishin duke u afruar objektivit edhe rreziku ndaj dhe u shtua dhe pse ishin diçka te 400-500 kilometra larg Gazës. Këto nuk këto janë misione humanitare, nuk janë të organizuara nga shtetet, janë të organizuara nga kolektive civilësh që shpesh herë mbështeten shumë herë dhe konkretisht të gjitha misionet e Global Sumud Flotillës janë mbështetur për shembull dhe nga raportuesja e OKB-s Francesca Albanese, madje edhe një sesion në Itali e kanë pasur dhe me vetë Francesca Albanese. Gjejnë mbështetje për shkak të drejtësisë së kauzës së tyre edhe mbështetje shtetërore. Ndër të tjera, Balliu thotë se Goxha ishte i pari shqiptar që bëhej pjesë e misioneve humanitare për në Gaza dhe se flotilja Sumud është ndaluar nga ushtria izraelite rreth 400-500 metra larg bregut. Kanë qenë të shumt ata që e kanë kontaktuar ministrin, qoftë nga Shqipëria, qoftë edhe nga jashtë vendit, edhe unë kam kontaktuar me ministrin e jashtme dhe me ambasadën shqiptare në Izrael dhe më ka kontaktuar realisht edhe ambasadorja.
por sidoqoftë deri tani, pra ata e kanë shprehur që janë përpjekur të vijnë në komunikim me autoritetet izraelite, ama ka kaluar kaq shumë orë dhe nuk ka asnjë informacion qoftë edhe për vendodhjen. Ne duhet ta dimë, janë anije, kanë mbritur në tokë, këto janë informacione që mund të jepen dhe që edhe ndoshta me sa dëgjova edhe në ambasada dhe si rezultat dhe ministria mund t'i ketë dhe ndoshta gjeni një moment tjetër për të na njoftuar, ama unë kam 3 fëmijë të vegjël nga 3 deri në 8 vjeç dhe me të gjithë në ankth për babin. Bakiu është një qytetar aktiv qoftë për çfarë ndodh në qytetin e tij, jo në lidhje me Palestinën, siç ka qenë protestat e ndryshme që janë bërë në qytet, edhe qytetar aktiv dhe për padrejtësitë njerëzore për cilat folëm, që bëhet fjalë për jetë njerëzish, dhe i angazhuar me forumin Palestina e Lirë. Po, shqiptari i parë që merr pjesë në Global Sumud Flotilla dhe me shpresë të Zotit mos ketë më nevojë që të nisen flotilla, po pati të mos jetë i vetmi. Pjesëmarrja e Bakiut në këto flotilë është edhe për të treguar se armëpushimi që quhet armëpushim në fakt nuk ka pushuar asnjëherë arma. Çdo ditë atje vriten me 10 fëmijë në Gaza dhe mos të harrojmë dhunën e jashtëzakonshme që po përjeton dhe bregu perëndimor që nuk është pjesë e luftës së Gazës. Dhe është një mënyrë për të ekspozuar krimet, zullumin dhe padrejtësinë e shtetit izraelit që nuk kurset tani as edhe me aktivistët ndërkombëtar për t'i rrëmbyer para kamerave të gjithë botës pa asnjë lloj ndjesie ndëshkimi. Sa kaq Ministria e Jashtme sqaron se është në dieni të rastit dhe se është në kontakt me autoritetet izraelite përmes kanaleve diplomatike. Kjo ministri është vënë prej momentit të parë në komunikim me autoritetet izraelite kompetente për të siguruar informacion të plot mbi situatën dhe për të garantuar respektimin e të drejtave të shqiptarit, përfshirë aksesin konsullor në përputhje me praktikat dhe konventat ndërkombëtare. Ministria siguron se po ndjek me prioritet këtë çështje dhe se vijon të mbaj kontaktet me familjarët e Baki Goxhait.